drejtën është ligji për koncesionin dhe partneritetin publik-privat. Dhe po I bie shkurt siç kolegu Leska I propozoi pak më parë. S'pare mbi gjitha mua më vjen mirë që projektligji vjen I përafruar me direktivat e Bashkimit Evropian lidhur me këtë fushë. Natyrisht, kjo është një garanci shumë e rëndësishme të paktën në kuadrin apo në përmbushjen e kuadrit legjislativ në këtë fushë. Nuk besoj që do dali dikush e do thotë që BE-ja ka kërkuar që ky ligj mos miratohet sot. E dyta që është shumë e rëndësishme. Për shumë kohë në këtë sallë ku vendi jo thjesht gjatë mandatit të kësaj magjorance, po edhe më herët kam kërkuar që instrumenti I propozimit pa kërkuar të mos jetë më instrument për përcaktimin e kontratave koncesionare apo edhe ato të partneritetit publik-privat. Dhe më vjen mirë që ky instrument nuk është më në draft ligjin që kemi përpara e që do ta miratojmë. Megjithastu, vazhdimisht kemi ngritur shqetësimin edhe këtu, se ma kujtoi Taulanti sot kur foli për interpelancët e një kohe të shkuar, dhe me thënë drejtën që në atë periudhë kam ngritur shqetësimin e kontratave koncesionare me vlerë €1, apo transferimin e pasurisë publike të shqiptarëve me vlerë €1, qëndrim që e ka mbajtur kohë pas kohe edhe gjatë kohës që Partia Socialiste ka qenë në pushtet. Dhe më vjen mirë që edhe kjo pikë nuk gjendet më në ligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat. Pra nuk do të ketë më instrument të dhënies së kontratave koncesionare apo të partneritetit publik-privat me vlerë €1. Dhe në fund fare, elementi tjetër që është shumë I rëndësishëm të projekt ligj ka të bëjë me garën e hapur që përcaktohet si procedura e vetme, unike sa I takon kontratave koncesionare, pra për të shkuar tek këto kontrata. Gara hapur është shumë e rëndësishme dhe natyrisht transparenca që sjell gara hapur është një vlerë e shtuar në këtë fushë. Tani, të treja këto element, bashkuar edhe me rregullin buxhetor që ne kemi vendosur e që është I pa lëvizshëm prej aty, që kontratat koncesionare dhe ato të partneritetit publik-privat nuk mund të kalojnë 5% të ardhurave totale të një viti më përpara buxhetor, natyrisht janë një garanci më e madhe që këto kontratat mos kthehen në rrezik për buxhetin e për pasojë edhe për qytetarët. A kam vërejtje unë lidhur me këtë projekt ligj dhe me definicionet që janë të, po kam. E para mbi gjitha fusha e gjerë për operimin përmes këtyre instrumentave. Do doja që minimalisht kishim një kufizim sa I takon fushave që kanë të lidhje apo konsorcium kinez. Dhe që ky është një element shumë I rëndësishëm që ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ashtu siç në fushën e energjisë, veçanërisht sa I takon naftës, gazit e kështu me radhë, transferimi I kontratave ka sjell një element që është në vëmendje të gjithë qytetarëve sot që ne nuk kemi marrë maksimumin e mundshëm në investim, po edhe në përfitime për Republikën e Shqipërisë, nga transferimi I kontratave nga aksioner amerikan në aksioner pastaj kinez e që I zotrojnë këto kontrata edhe sot. Dhe natyrisht në fund fare edhe transferimi dorë më dorë I një pjesë të kontratave në sektorin e shëndetësisë ka sjellë në vëmendje faktin që jo vetëm kemi një përqendrim shumë të madh në 1-2 pronar edhe në këtë sektor, por edhe nuk kemi marrë ndonjë përfitim që të lëpamend sa I takon këtyre operatorëve edhe përfituesve në to. Së katërti, dy definicione që janë shumë të rëndësishme në projekt ligj, që është vlera përparat, po edhe risku operativ, janë dy elementë shumë të rëndësishëm që tashmë definohen në projekt ligjin e koncesioneve e partneritetit publik-privat, por kanë përdorim të limituar sa I takon definicioneve të tjera apo parashikime të tjera që bëhen në nenet respektive sa I takon proceseve që çojnë tek koncesionet dhe tek partneriteti publik-privat. Ashtu si edhe kolegë tjerë të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, dhe unë mendoj që këto duhet të jenë dy instrumenta shumë të rëndësishëm për të përcaktuar fituesit e këtyre kontratave. Dhe në fund fare kemi të bëjmë me transparencën. Unë mendoj që transparenca sa I takon këtyre proceseve nuk është e plot, qoftë
para dhënies kontratës koncesionare, qoftë edhe pas lidhjes së kontratës koncesionare, veçanërisht gjatë zbatimit të tyre. Kemi një element shumë të rëndësishëm që është evidentuar si mangësi shumë e madhe në zbatimin e këtyre kontratave, që nuk kemi kontroll signifikativ pikërisht të zbatimit të këtyre kontratave. Dhe në fund, ajo që do doja të ishte në ligj, duhet jetë detyrimi për pronarin përfitues të identifikueshëm. Shpesh në këto kontrata shfaqen pronar përfitues të fshehur që kanë të bëjnë me kompani që vinë nga vende offshore. Do duhet që patjetër që Republika e Shqipërisë ju hyn marrëdhënie kontraktuale me të tilla subjekte të di se kush është pronari përfitues i këtyre kontratave koncesionare për pasojë edhe parave publike në fund fare. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçe. Fjalën e ka zonja Jorita Tabaku dhe të përgatitet zonja Antoneta Dhima. Faleminderit zonja drejtuese seancës, të nderuar koleg. Ligji që po diskutojmë sot për koncesionet dhe partneritetin publik-privat është një ligj që e kemi debatuar shumë herë. E kemi debatuar në kontekstin e hapësirave që ligji ka dhënë për korrupsionin, në kontekstin e mënyrës se si qeveria ka ecur me kontratat koncesionare dhe partneritetin publik-privat. E kemi diskutuar njëkohësisht edhe për faktin që sot nga 12 kontrata koncesionare, 6 prej tyre janë hetim. Qeveria shqiptare ka lidhur një fond total pothuajse sa gjysma e produktit brendshëm bruto për koncesionet dhe partneritetin publik-privat dhe gjysma e tyre janë në hetim. Ligji më parshëm ka qenë i parafruar me standardet e Bashkimit Evropian, ka qenë një nga ligjet më të mira, po përsëri ekzistonte hapësira për korrupsion. Ndryshimet të cilat vinë tani, në fakt disa nga kolegë duke përfshirë dhe mua në vite i kemi propozuar dhe i kemi diskutuar si mangësi të ligjit aktual. Po a e përmirësojnë këto ndryshime situatën dhe a bëjnë këto ndryshime që të kemi procedura më të mira të koncesionet dhe partneritetit publik-privat? Për mua përgjigjja është jo. Në fakt sot kur diskutohet edhe për luftën ndaj korrupsionit, duke pasur parasysh hapësirat për korrupsion që ka dhënë ligji aktual, por dhe mënyrën se si është zbatuar ligji aktual, ne duhet ta shohim këtë si një dështim, jo thjesht të disa politikave, jo thjesht të disa institucioneve, por njëkohësisht edhe të dështim të shtetit shqiptar. Korrupsioni nuk është një fenomen, është një regjim. Ka qenë për këtë qeverisje një mënyrë dhe një stil qeverisje. Është një arkitekturë që fatkeqësisht është ndërtuar gur mbi gur, që ka kontrolluar, ka varfruar, në fund ka kapur edhe çdo shpresë që shqiptarët kanë pasur për të ardhmen. Për dekada korrupsioni ka qenë gangrena që i ka ngrënë themelet e shtetit. Ka marrë pasuri, ka shitur asete, ka shruar mundësit, po nga ana tjetër ka burgosur dhe talentin e një kombi të tërë. Dikur na kushtonte mungesën e rritjes ekonomike. Sot çmimi është tragjik, sepse Shqipëria është një vend që i ka humbur mundësit.